Në hartën e herët të krimit shqiptar, ekzistojnë emra që pavarësisht përpjekjeve të drejtësisë, shndërrohen në legjenda urbane të frikës. Njëri prej tyre është Admir Tafilaj, një emër që peshon rënd, i lidhur me plumba të ftohtë, hakmarrje të menduara dhe një arratisje spektakolare nga burgu. Ky dokumentar zbulon se si u ngrit dhe si ra ky ekzekutor, si theu 2 herë zinxhirët e drejtësisë, dhe pse historia e tij është një pasqyrje dhimbshme e përplasjes mes botës së nëndeshme dhe shtetit ligjor. Admir Tafilaj është me origjinë nga Shkodra. Ai u rrit në një mjedis të ndikuar fort nga rivalitetet e vjetra, ku betejat për kontrollin e territorit shpesh zgjidheshin jashtë sistemit ligjor. Veprimtaria e tij kriminale nuk filloi me atentate të mëdha, por u zhvillua gradualisht, duke e shndërruar atë nga një antar grupi në një profesionist. Ai ishte personi që thirrej kur porosia ishte e vështirë dhe kur çmimi i kokës ishte i lartë. Por kush e komandonte? Për Tafilajn, krimi nuk ishte pasion, por biznes. Zinxhiri i tij komandës ishte i thjeshtë. Ai priste porosi nga grupe kriminale në luftë, të cilat kërkonin eliminimin e rivalëve. Kjo e bëri atë një ushtar të shkëputur, i cili punonte për tarifa më të larta, duke i shërbyer konfliktit të vazhdueshëm mes klaneve. Rastet më të rënda dhe më të bujshme për të cilat u dënua, të gjitha tregojnë një model të qartë. Në vitin 2008, Shkodra u trondit nga një valë e re hakmarrjeje. Admir Tafilaj u dënua si ekzekutor në vrasjen e Osman Çelës dhe bashkëpunëtor në vrasjen e Mustafa Çelës. Këto vrasje ishin pjesë e një rivaliteti të vjetër familjar dhe kriminal. Dosjet tregojnë se Tafilaj, së bashku me bashkëpunëtor, kishin planifikuar sulmin me kujdes të veçantë. Ekzekutimi kryhej shpesh nga afër, duke u siguruar që viktimat të mos kishin asnjë shans. Pas kësaj, arratisja bëhej e shpejtë, duke shfrytëzuar rrjetet mbështetëse që i ndihmonin të zhdukeshin. Tafilaj nuk mbeti vetëm një figurë lokale, puna e tij u zgjerua, duke dëshmuar se shërbimet e tij kërkoheshin edhe nga grupe të tjera. Ai u akuzua dhe u dënua edhe për pjesëmarrje në vrasjen e Adem Tahiraj dhe Mehmet Shkumbinit. Këto raste theksonin faktin që ai ishte i gatshëm të lëvizte në përgjithë Shqipërinë, aty ku paga ishte e sigurt. Ky zgjerim tregoi se Tafilaj nuk ishte besnik ndaj një klani të vetëm. Ai ishte besnik vetëm ndaj parave. Përpjekja e parë për ta ndalur këtë cikël erdhi me kapjen e tij, por ndalimi nuk zgjati shumë. Historia e Tafilajt si vrasës ishte e rëndë, por fama e tij u volos nga një arratisje, e cila tronditi themelet e sistemit të drejtësisë. Në vitet 2009 apo 2010, teksa vuante dënimin, Tafilaj organizoi një arratisje spektakolare nga burgu. Kjo arratisje nuk u konsiderua rastësi. Ajo kërkoi një planifikim të sofistikuar, mbështetje logjistike nga jashtë dhe siç u dyshua fuqishëm, bashkëpunim të brendshëm nga struktura me pushtet. Arratisja e tij shkaktoi panik publik dhe shpalli alarmi në të gjithë vendin. Për vite me radhë,
Tafile jetoi si një i kërkuar ndërkombëtarisht, duke shfrytëzuar rrjetet kriminale shqiptare, ai lëvizi nëpër Europë, duke u fshehur pas dokumentave të rreme. Gjurmët e tij ishin të vështira për t'u ndjekur, duke dëshmuar se forca e klaneve kriminale ishte më e madhe se muri i burgut. Kjo histori ekspozon dobësinë institucionale për të mbajtur nën kontroll individët me lidhje kaq të fuqishme. Epoka e arratisjes së Admir Tafilajt mori fund fal bashkëpunimit të policisë shqiptare me partnerë të ndërkombëtar. Kapja e tij në një vend të Europës ishte një operacion i përbashkët që tregoi se krimi nuk njeh kufi, por as hetimi bashkohor. Pas ekstradimit të tij, procesi gjyqësor u rihap. Prokuroria, duke mbledhur prova të reja dhe dëshmi, arriti të rindërtonte plotësisht zinxhirin e krimeve. Dënimi përfundimtar ishte i pashmangshëm, burgimi i përjetshëm. Dënimi i tij ishte një fitore simbolike e drejtësisë, e cila vuri në pranga një prej ekzekutorëve kryesor të Ballkanit. Por rasti i Tafilajt lë pas një pyetje thelbësore, e cila vlen për çdo rast të krimit të organizuar. A janë kapur ndonjëherë urdhëruesit e vërtet, ata që financuan vrasjet, apo Admir Tafilaj ishte vetëm maja e icebergut? Admir Tafilaj mbetet simboli i fuqisë së krimit të organizuar dhe sfidës që i bën shtetit ligjor. Rasti i tij shërben si një kujtesë e errët se derisa zinxhiri i komandës dhe korrupsionit të mos kthehet, dora ekzekutuese gjithmonë do të gjendet.